ju keni qenë qysh në krye të erës, pra në kapërcjell të ndryshimit të regjimit, pra një vokacion i trefisht, pra një background i pasur profesional. Mund ta thoni kush ishin shtysat që ju çuan drejt këtij rrugtimi? Gjëja e parë që më kujtoj, atëherë kam bërë një shkrim tek Gazeta Bashkimi, sepse mu ofrua nga të dy partitë politike që ishin, ishte koha atëherë që kërkuan edhe nga njerëz që ishin nga këto organizatat, le të themi, jo e gruas, jo e frontit, jo këto, që të vinin kandidat të pavarur, dhe këtë se kam thënë ndonjëherë për them për çfarë viti vetë? Ishte kur u bën zgjedhjet e para që Partia e Punës vuri kandidat, kërkoi kandidat edhe jashtë Partisë së Punës, njerëz që ishin të punonin me gruan, me frontin, me rinin. Dhe atëherë në fakt më është propozuar që të kandidoja. Kanë kandiduar disa njerëz atko, që kishin edhe një emër, sigurisht i duhej edhe për makjazh, patjetër. Dhe në fakt nuk e kam pranuar, domethënë që të kandidoja. Dhe se kam pranuar sepse nuk e besoja atë që më duke si një gjë falso, artificiale. Mund të keni qenë ndër të rallat që e keni refuzuar në atë moment. E vërtet është, në atë takim që është bërë atje, domethënë kam qenë e para që tash jo, unë nuk e pranoj dhe nuk pranova. Dhe ndërkohë kam pas bërë një shkrim te Gazeta Bashkimi që kam thënë që kisha filluar një lloj angazhimi. Thotë që te Piramida u bë një takim, ishte me gra, edhe në fakt dhe atje u ngritën shumë gra që thoshin Valentinën ta zgjedhim, se ne tham që të bëjmë një organizat të pavarur. E shumë gra u ngritën, domethënë dhe propozuan, dhe unë në fakt nuk është se pranova, por filluam atë kohë me Diana Çulin dhe Rolanda Dimitrin, që ka qenë, besoj juve e njihni sepse ka qenë figurë, domethënë shumë e njohur, më vonë iku, ishte në Universitetin e Harvardit dhe ka ndruar jetë, por që ishte një grua angazhuar, zëvendëse rektore e universitetit, dhe kemi bërë programin e parë për forumin e pavarur të gruas. Pastaj unë ngrita këtë në Qendrën për Popullsinë dhe Zhvillimin, dhe sigurisht ishte një shtys tjetër. Për të qëndruar pak te pjesa e parë, ju njëkohësisht te libri juaj Politika si ide, keni evidentuar çështjen e feminizmit, rolit të gruas në politikë dhe në shoqëri, keni teksuar diferencat mes sistemeve ndryshme matriarkat, patriarkat, momentit ku jeton bota sot, se si vende të ndryshme kanë adoptuar politika të ndryshme, por është interesante edhe evidentimi që ju keni bërë disa figurave historike në Shqipëri, të tilla si Olga Plumbi, apo Selfize Xhiu, apo e mirënjohura Musine Kokalari, të cilat natyrisht kanë qenë pionere në kohën e tyre, Sabiha Kasimati, etj, të cilat kanë dhënë gjurmë të pashkueshme. Mila Vangjeli që pak përmendet edhe kjo, ashtu si dhe Olga Plumbi që përmendet shumë pak, dhe unë mund të them që kam qenë nga të parat që kam shkruar. A ishin këto burim frymëzimi për ju, për vizjen që ju krijuat në vitet 90? Po, sigurisht ka qenë edhe ato, por shtysa ishte edhe nga rrethanat aktuale. E para nga dëshira që për të ruajtur pavarësinë, le të themi, për të mos u angazhuar në një parti politike, kam pasur oferta që në atë kohë, dhe padyshim që këto gra kanë qenë frymëzuese. Unë kam shkruar për Olga Plumbin sepse kam shkruar që në atë kohë kur ishte e rrezikshme të shkruaja për të, kur isha kryeredaktore e Revistës Shqiptare, e kujtoj si ditën e sotshme, isha shumë e re, kur kam vajtur në shtëpinë e saj, jetonte në një vilë, dhe unë them që ajo u tërhoq në shtëpinë e saj në rrugën e Kavajës, djali i saj Emili ka qenë themeluesi i Radio Tiranës, gjithashtu dhe nga teknicienët më të mirë, domethënë që ne kishim. Ajo ishte një grua e iluminuar, një grua me shumë kulturë, dhe kujtoj si tani e kam vajtur dhe i kam bërë atëherë një intervistë, dhe nga që atëherë ne vuanim shumë për libra, kam thënë një gjë që unë ndërkohë që dëgjoja Olgën, syti kisha te biblioteka e saj shumë e pasur. Dhe e ndjeva edhe si përgjegjësi morale që një njeri që e njeh duhet thotë të vërteta që janë. Dhe për këtë arsye unë kam shkruar, por
arsye pse unë tek libri i cili është një libër i mirëfillt në fakt për politikën, pse e integrova çështjen e gruas atje. E para njëherë unë mendoj që politika nuk është ajo që zhvillohet brenda gardhit të partive politike. Po, ndofta sot s'kemi kohë për ta shtjelluar, ti je ekspert i fushës edhe mund ta bësh edhe shumë më mirë këtë gjë. Por politika shkon përtej dhe unë jam referuar dhe në libër edhe Max Weberit jam referuar edhe nga të rinjt Farid Zakarias kur thot, domethënë çdo lloj veprimtarie, ose Václav Havelit që thot edhe një koncert roku është politik. Kështu që duke Po zonja Leska, i krahaso me fillimin e vitet 90 kur ju filluat aktivizmin tuaj, ndër të tjera dhe për mbrojtjen e drejtave të grave, për rritjen e përfaqësimit të tyre. A mund të themi se janë arritur këto synime sot në 2026, pra gruaja shqiptare shumë më tepër e përfaqësuar? E referojmë këtu shoqëritë civile, i referojmë botës akademike, i referojmë sektorit të administratës publike, ku me të thënë drejtën, gratë janë plotësisht të përfaqësuara, do të thonë më shumë se 50% në këto sektor. Ndoshta politika është ajo që çalon së fundmi po. Më tepër.